Në Shkodër, 18-vjeçaria Casey Simoni është bërë një shembull i punës dhe përkushtimit familjar. Së bashku me nënën dhe motrën e saj, ajo prodhon çanta dhe aksesorë artizanal me ruaza, grep dhe byzylyk dore. Casey tregon se procesi i punimit të një çante është mjaft i vështirë dhe kërkon përqendrim të vazhdueshëm, por pavarësisht kësaj, për të është një pasion që e bën me dëshirë. Bëj punime me dorë bashkë me motrën edhe mamin. Kena një biznes online për momentin. Në ka hitë shumë mirë, është një punë që kena fillu veç me çanta, me byzylyk ndryshëm, me ngjyra, me ruaza, por tash mami atu punua edhe disa çanta me grep, me pe, cila punojmë edhe i shesim online. Kena fillu në shkollë 9 vjeçare, cila në orë të lira na kanë bë punime dore, por edhe mama gjithmonë jena ritma atë dëshirën për me punu punime me dorë. Është pak e vështirë, na merr pak kohë sepse varet edhe tek çanta, tek punimi, sepse çdo çantë ka punimin e ndryshëm, edhe ruaza varet tek lloji se si është edhe merr kohë. Por e bëjmë mas dite, mas shkodhet, që oraret e lira punojmë çanta. Ajo tregon se çmimi i një çante varion rreth 20 deri në 25.000 lekë në varësi të modelit dhe punimit. Varet edhe të mallësia dhe të punimit që kena, sepse me ruazat vogla don shumë punë edhe janë pak më shtrejt, por 25.000 lekë 30 i kena më shtrejtat, si me thonë. Byzylyk dhe varë se shiten, por çanta 1-2, ka raste që një person ka marrë edhe 5 çanta, 6 çanta. Produktet e tyre kanë nisur të tërheqin interes jo vetëm nga qytetarët vendas, por edhe nga turistët që vizitojnë Shkodrën. Turistat e vlerësojnë, por edhe qytetarët e kanë vlerësuar shumë, sidomos edhe tash në panajër, edhe pse pyesin e vlerësojnë shumë. Casey dhe familja e saj shpresojnë që ky aktivitet të zgjerohet edhe më shumë në të ardhmen, duke kthyer pasionin e tyre në një biznes të qëndrueshëm.